Është dita jon e 4 në Budapest. Sot dita jon nisi pak jo shumë mirë, sepse kishim pronontuar të shkojmë në thermal baths. E kishim mbyllur një javë para se të vim këtu, edhe prandaj në mëngjes u nisëm për atje. Edhe nuk nisi shumë mirë dita jon. Edhe arsyem pse do e shikoni tani. Kam t'ju them që vajtëm deri te pishinat që kishim pronontuar për sot. Edhe ne kishim lexuar që duheshe të marrim me vete peshqir edhe shapka, sepse nuk lejohet të hecesh brenda atje pa shapka, edhe është normale, e kuptoj. Edhe kishin thënë që duhet i marrësh me vete. Unë thash, s'ka gjë, atje do ketë do një dyqan, edhe do i marrim atje. Unë mendoj që do ketë do një peshqir me qerak të andej. Edhe thash, sa mund të jenë. Vajtëm atje, pas çmimet, ishte vetëm gjëra që ti blesh, edhe shapkat kushtonin 45 euro. 45 euro. Edhe unë nuk e besoja dot. Edhe peshqirat ishin nga 70 të lartë, që do me thënë të ipja unë 100 euro. Pse? Që të hyja brenda me peshqire me shapka. Ma caruan nervat, më kapën nervat që në mëngjes. Edhe thjesht ikëm që atje, erdhëm në një lagje tjetër 15 minuta larg me metron. Edhe gjetëm këtu një dyqan që është kineze. Edhe morëm 2 pal shapka, edhe 2 peshqire me 18 euro. Të gjitha bashkë. Do me thënë 9 euro personi. Edhe tani po bëjmë gjithë këtë rrugën prap përsëri, 15 minuta përsëri me metron, që të shkojmë prap te thermal baths. Edhe nuk e besoj dot, më kanë kapur nervat e mia. I kanë të gjitha super të shtrenjta. Ta dini dhe juve po doni ta vizitoni, të keni të gjitha me vete, mos harroni gjë. Jemi ulur në një stol, sepse unë po mundem të qetësohem, sepse do ju them unë tani ç'a ndodhi. Mi kanë shumë. Unë i thash që morëm metron, që të shkojmë të marrim shapka edhe peshqira. Ne i morëm ato, edhe prem një bilet që të hymë brenda në metro. Edhe në Greqi, kur blen për shembull një bilet që është quhet single ticket, mundesh ta përdorësh derisa të mbaroj koha, domethënë në Greqi kemi për duket 60 minuta diku atje. Edhe këtu është për kaq orë. Prap. Edhe ne morëm atë biletën, edhe në kthim nuk prem tjetër, se ishte akoma, domethënë funksionon të akoma, se kemi aplikacionin, mund të presësh atje biletat tënde, edhe të thot po është akoma validated, do me thënë po funksionon akoma bileta, po ka skaduar. A thoshe që nuk ka skaduar, edhe them ok, super, e përdorim edhe për në kthim. Edhe këtu në kthim kishte kontroll. Edhe në përgjithësi këtu në Budapest ka shumë kontroll, kështu që edhe ne prandaj prem gjithmonë bileta, do me thënë nuk kemi hyrë diku pa bileta. Edhe na thot ajo zonja, na tregoni biletat tuaja, i themi ne po, edhe ja tregoj, kanë skaduar, na tha këto. I themi po këtu në aplikacion thotë që nuk kanë skaduar. Tha po, sepse janë për një përdorim, do me thënë po hyni brenda në metro edhe shkoni në një vend, atje pastaj mbaron bileta. Pastaj në kthim duhet presësh tjetër. Ne nuk e dinim këtë gjë, sepse nuk funksionon kështu në Greqi edhe në çdo shtet tjetër që kam vajtur. Edhe thash nuk e besoj dot. Nuk e besoja dot. Edhe paguam 30 euro, sepse biletat tona ishin të skaduara edhe ne nuk e dinim, edhe mua më kanë kapur nervat e mia, sepse po më ikën lekët kot në këtë shtet. Deri tani po shaja, shpresoj të mos më ke dëgjuar ndonjëri që flet greqisht. Kemi arritur jashtë pallatit që do hym tani për pak te pishina. Edhe po presim thjesht këtu jashtë derisa të qetësohem unë pak që të hym brenda dhe të jem me një psikologji tjetër. Presoj të jetë vërtet bukur brenda dhe të mos kem dhënë edhe 45 euro që të hyj atje kot. Se bileta për pishinat ishte 45 më duket për person. Presoj t'ia vlej që harxova kaq lek kot. Paktën këtu që jemi ulur, që të qetësojmë, ka pamje të bukur. Shikoni, jemi në një park. Të paktën vazhdimi ishte pak më i mirë. Le të shohim. I wanna crush my car tonight 'cause I couldn't think about. Vendi këtu është gjigant. Do me thënë këtu nga mbrapa kemi pishinat që janë jashtë. Edhe janë të ngrohta, sa del jashtë plevitosesh, edhe pastaj kur hyn brenda te ujë ngrohtë, ndjesh një, nuk e di. Edhe ndjem që më bën shumë mirë edhe te trupi im, sikur më është relaksuar lëkura, nuk e di si ta them, si ta shpjegoj. Edhe musklat sikur janë relaksuar të gjitha në trupin tim, do me thënë jam gati për gjumë momentalisht unë. Ndërtimi që shikoni mbrapa pishinës, ka pishinat që janë brenda.
brenda. Edhe atje janë pafund, domethënë këtu jashtë janë 3 kryesore të mëdha, kurse brenda ka asu nuk e di, më duket 10 dhoma numërova, diku atje. Pafund pishina të ndryshme me temperatura të ndryshme të gjitha, po thjesht pishinat brenda më dukeshin pak të pista, them të drejtën, kështu që nuk hyra te asnjëra. Jashtë ishin shumë në rregull, thjesht ka shumë njerëz, pafund siç mundeni ta shikoni. Edhe këtë kisha parë sepse rekomandonin të gjithë të shkosh që në mëngjes në orën 9 të tipit që hapet, që ta gjesh bosh, sepse pastaj mbushet normalisht. Po okej, nuk më dha aq shumë bezdi. Falova bukur në përgjithësi. Edhe këtu mbrapa janë dhomat private që ndrohemi, ka hyrë tani Jani brenda edhe unë po pres të ndroj që të hyj pastaj unë të ndrohem. Te preva bashkë me biletën, domethënë kishte opsionin të kesh dhomë private që të ndrohesh edhe të lesh gjërat tënde këtu brenda, ose të ndrohesh atje që ndrohem të gjithë, që nuk do i rekomendoja, po doni të vini, sepse po bëheshe nami dhe është edhe pak e sikletshme të jesh atje që janë të gjithë. Kurse kjo nuk ishte shtrenjtë të pronontosh me dhomë, duket ishte plus 5 euro personi, diku atje jo më shumë, kështu që ja vlen për mendimin tim. Edhe tani jam rikthyer në shtëpi, sepse mbasi bëm banjë te pishinat, tham të ndrohemi, të shkojmë të ham diçka atje afër, që kishte 2-3 restorante. Hëngëm diçka të vogël edhe erdha në shtëpi që të bëj një banjë të shpejt, vetëm trupin, sepse flokët as nuk i laga, as nuk i preka, i kam bërë me llak që në mëngjes ka stile që të mos i bëj as edhe një gjë. Make-upi ishte shumë okej, thjesht e bëra një rifreskim edhe u vesha. Prisi t'ju tregoj outfitin. Outfiti për sot duket disi kështu, nuk kam veshur pucët vetëm momentalisht, po do vesh atletet mia samba, kafe, sepse nuk duroj më me çizme. Gjithë ditët e tjera kam veshur çizme edhe tani më jam mbushur këmbët me plaga, nuk duroj më, mjaft, basta, le të duke me shkurtër siç më bëri Zoti. Edhe kam veshur një xhaket elegante, një shall të zezë, edhe nga brenda kemi një fund super cute që kush më ka ndjekur e pa që këtë e bleva në Itali, edhe mezi po prisja ta vesh, ndjem që duket super cute. Edhe lart kam veshur një bluzë të thjeshtë të zezë me pak qaf që të më mbaj ngrohtë. Normale që kemi edhe një xhaket të zezë brenda, sepse këtu duhet të vishesh si qep që të mos kesh ftohtë. Po dole me një tek pull xhaket, mbarove. Edhe plani për sot është të shkojmë një xhiro në Fisherman's Bacion, disi kështu quhet, që nuk e kemi parë deri tani, edhe në përgjithësi xhiro. Dita jonë e fundit nuk ka ngelur shumë gjëra të shohim, domethënë 4 ditë për mua janë më tepër se sa duhen për Budapestin që ta shikoni. Mund ta bëni edhe për 3 ditë për mendimin tim, 3 ditë plota do të them. Po, edhe për pak do nisemi. Ere këtu bëhet natë në orën 4 të drekës. Ju mundeni ta besoni këtë gjë. Ne hym në autobus, por kishte një super trafik në rrugë, kemi bërë 1 orë edhe nuk kemi arritur akoma te vendi që duhet shkojmë, që ju thash që duam të shohim atë ndërtesën. Edhe zbritëm tani nga autobusi sepse duhet marrim autobus tjetër, por pam që këtu afër ka një lokal që kishim parë në TikTok, edhe thonë të gjithë që ka ushqim shumë të mirë. Edhe ne duam të provojmë cookies, se ka disa cookies që i bëjnë vetëm këtu, domethënë, më duken shumë të mira në sy, edhe mezi po pres ti provoj, erdhëm te dyqani, te lokali, po ka pak radh. Shpresoj të mos vonohemi shumë, sepse bën ftohtë edhe unë jam të levitosur këtu në rrugë. Të paktën presim brenda, diçka të bëhet. Të vendu një sobë këtu jashtë. Biskotat arritën edhe unë jam gati të provoj. Dhe në poletën të lëmë. Fantastike. Këtë duhet ta provoj. Është shumë e mirë. Unë mora këtë, ka Nutella edhe krip. Mendonim, me që fillovi shiu edhe u bë dhe natë të mos vinë, të mos e shohim fare. Po sa pastaj hajt mo me që erdhëm deri këtu, e kemi bërë gjysmën e rrugës, do shkojmë. Edhe mirë që erdhëm, sepse kjo gjëje që po shikoj unë është fantastike, është e mrekullueshme. Nuk e besoj dot që kjo është ndërtuar para kaq vitesh që nuk ishin as teknologji. Domethënë, është wow, kam ngelur me gojë hapur. Edhe sot që kemi edhe teknologji edhe të gjitha, të ndërtesat nuk bëhen më.
jemi kthyer në shtëpi. E kuptoni nga backgroundi, besoj deri tani e keni mësuar. Na prishi psikologjin kjo koha me shi, fare diell. Por s'kemi ç'bëjmë. E vajtëm atje te kalaja që ju tregova. Ishte fantastike. Unë desha idealisht ta shikoj në mëngjes, por nuk kishim kohë. Nxora 2-3 foto atje në shi, si mos më keq. Edhe normali që para se të iknim, deshim të marrim 2-3 gjëra. Unë realisht 2 gjëra mora, suvenir dhe me thënë. Njëra është kjo këtu, çakmak për Davin, edhe tjetra kjo magnet për frigoriferin. Jani mori një qese. Unë këtë gjë me suvenirset nuk e kam kuptuar pse i marrim njerëzve suvenir që shkruajnë lart vendin që kemi vajtur ne, edhe ata nuk kanë vajtur kur. Por Jani ka marrë një shishe që shkruan lart Budapest, që atja çoj një shoqe nga puna, më duket diçka e tillë. Pastaj ka marrë një gotë që shkruan I love Budapest, nuk kam parë gotë më të shpifur në jetën time. Pastaj kjo, kjo është e bukur. Më pëlqeti dhe mua, por kushton të 7 euro dhe thash nuk ka shans ta marr unë këtë gjë. E do shkoj ta marr nga Jumbo. Më mirë që e kam më lirë. Pastaj ka marrë edhe 3 magnet për frigorifer, edhe një brelo për Chelsea. Nuk e di ku do i fus, mirë që levi i çantë. Edhe tani është ora të bëj valizhen time gati, të fus të gjitha gjërat brenda. Edhe po përtoj tepër shumë, ndjem e lodhur, ndjem që kam hecur në këtë udhëtim sa nuk mundem të hec më në gjithë jetën time. Mundem të mos e bëj. Mund të qaj 5 minuta. Valizhja është lotë dhe unë mund të ri më në fund e qetë. Sa pam një film në Netflix që quhet Damsel. Ishte shumë i bukur, ta shikoni, e rekomandoj. Në përgjithësi më pëlqejnë gjithë filmat që ka luar Millie Bobby Brown, e ka emrin. Po. Edhe pse nuk më pëlqejnë shumë filmat që kanë shumë fantazi brenda. Kjo më pëlqeu shumë. Tani duket ka arritur ora të provojmë 1-2 snacksa, sepse nesër ikim, edhe të mos shkojnë në plera dhe ato, ti provojmë të paktën një herë, po të na pëlqejë ndonjëherë ata marrim me vete ta ham në rrugë. Sepse mbas snacksave, unë normale që do lej fytyrën time dhe do flej gjumë, një super gjumë. Do provojmë këtë, e cila duket disi kështu, sikur ka lesh brenda. Më duket kjo që ka brenda është kadaif, shije pistachio edhe raspberry. Mirë, në sy nuk duket e keqe. Thot white chocolate with pistachio and cotton candy. Gjigante kjo, re, si të ham gjithë këtë? We've been scammed. Re, kjo nuk është roz. Kjo është e bardhë. Se në fotografi duke është roz? Kjo nuk është roz. Nuk duket shumë e bukur brenda. Le të provojmë. Nuk më pëlqen. Është e shpifur, ka një tekstur brenda që është sikur ha çokoladë me plur. Edhe më duket që ishte dhe super e shtrenjtë kjo çokoladë. Po kisha shpresë që do jetë e mirë. I ve një 3 në 10, edhe mbas e them edhe shumë. Edhe disi kështu e mbyllim edhe këtë vlog masin. Nesër rikthehem në Athinë, në normalitet, në rutinë. Deri atëherë ju mundeni të bëni një like, një subscribe, një koment. Një koment. Edhe ne do shihemi nesër.